Stefanka Dimovska, e cila cigaren e pare ka ndezur në moshën 25 vjeçare, edhe pas 23 vitesh vazhdon të pi duhan. Thotë se në fillim ka pirë 1 apo 2 paku cigaresh në javë, por varësia nga duhani e ka shtyrë që sot të pi nga 1 paku në ditë. Pranon se dëshiron ta lë duhanin, prandaj ka filluar të vinë në ligjërata këshilluese në Këshillimorën pranë qendrës së shëndetit publik. Što imam izdržano bez cigare, to je 2,5 meseci. Më gjatë që kam qëndruar pa duhan ka qenë 2 muaj e gjysmë. Kam provuar edhe cigare elektronike, por një mjek më tha se edhe këta janë të dëmshme. Shpresoj që për një periudhë jo aq të gjatë do të heq dorë nga duhanpirja, sepse po e dëmtoj veten. Dimovska sugjeron që autoritetet shtetërore rregullisht të vazhdojnë fushata për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për rreziqet që bart pirja e duhanit, siç ndodh në vendet me sistem më të zhvilluar shëndetësor. Valentina Simonovska, specialiste e mjekësisë sociale, punon në Këshillimorën për trajtim individual të klientëve që paraqiten vullnetarisht për ta lënë duhanin. Thotë se edhe pse shërbimi është falas, megjithatë shumë pak duhanpirës kanë ardhur për të kërkuar ndihmë. Për momentin janë hapur vetëm 15 dosje individuale, pra nga viti 2014 deri sot kanë ardhur 15 klientë. Prej tyre 2 e kanë lënë duhanin, 3 filluan përsëri me pirjen e duhanit, ndërsa të tjerët fare nuk tentuan ta lënë. Simonovska thotë se mjekët që punojnë në këtë këshillimore nuk pinë duhan, prandaj taketutja e duhanit përdoret për vizitkarta. Që terapia të jetë e suksesshme, çdo duhanpirës duhet t'i kalojnë të gjitha fazat. Terapia fillon me këshilla, fillimisht flitet për dëmin dhe pasojat që shkakton pirja e çdoditshme e duhanit dhe më pas atyre që dëshirojnë të nënshtrohen terapisë u ofrohen çamçakës, inhalator, shurup dhe mjete të tjera ndihmëse për ndërprerjen e varësisë nga nikotina.